Si pasojë e ndalimit të prodhimit të acidit, krijohen dhe shumica e efekteve anësore të barit pantoprazol, si dhimbje koke, diarre pra heqje barku, ose kapsthek, dhimbje barku, fryrje barku, ndjenjë e të vjedhurit, të gjitha këto nga mostretja e mirë e ushqimit. Ndërsa nga përdorimet afatgjata bëhet fjalë mbi 2-3 muaj, mund të shfaqen edhe këto efekte anësore, si infeksionet të stomakut dhe të zorrëve, manifestuar me heqje barku nganjëherë edhe me temperaturë, hipomagnezemi, pra ulje të magnezit në gjak, anemi, mungesë të vitaminës B12, ulje e përthithjes së kalciumit, me pasojë kocka të dobta dhe lehtësisht të thyeshme. Ndryshe, kjo smundje e quajtur osteoporozë.